Unë besoj që janë disa, por le ta filloj me kongresmenin Joe Wilson, i cili ka kërkuar një amendament që brenda 180 ditëve Departamenti Amerikan i Shtetit në bashkëpunim me drejtorin e inteligjencës kombëtare, pra drejtori që drejton dhe menaxhon 17 agjencitë e inteligjencës amerikës, i kanë kërkuar që të ofrojnë një raport kryesisht me 2 pika. Spari roli institucioneve shqiptare në trafikun e drogës, pra roli, përfshirja edhe shkalla e trafikut të trafikantëve shqiptar brenda Shqipërisë, lidhjet e tyre me politikën dhe në mënyrë të veçantë lidhjet e tyre me trafikun e drogës jashtë shtetit. Tashmë nuk ka më asnjë sekret, e kemi parë prej 2-3 vitesh të fundit të gjitha përgjimet e Sky, Encrochetit, të agjencive të inteligjencës në Britaninë e Madhe, në Itali, në Spanjë, Belgjik, Holland, por jo vetëm, kanë pasqyruar një pjesë të madhe të lidhjes së grupeve kriminale të trafikut të drogës me trafikantët shqiptar të cilët po bëjnë namin në të gjithë botën dhe në mënyrë të veçantë habitshëm, në thojza, e themi në mënyrë ironike, të gjitha lidhjet të çojnë tek Corbizi. Domethënë, është e vërtet kjo, domethënë mund të jetë e vërtet fakti që shumë gazetarë këtu investigativ, jo vetëm këtu, po edhe jashtë, e kanë lidhur këtë Corbin e zi, këtë krimbin, juve e quani Corb, po unë kam shumë respekt për shpendët se kam edhe emrin Shpend. Corbi është një nga kafshët më inteligjente, ky është krimb. Domethënë është një krim që është bërë mbret, është si të mund Shpendi ty është i argavaç, është i friksuar, sepse vetëm një burracak mund të bëj këtë lloj sjellje me popullin e vet. Po shikoja dje një dokumentar Stalinit, sepse më intrigon shumë figura e tij shtetformuese, dhe në Zinë e Bukës edhe Stalini nuk ishte bërë Stalin. Pranoi një faj që kishte punuar shumë keq me gulaget. Dhe ai i thoshte jo shok dhe shoqe, po motra dhe vëllezër rus, që kishte një nga shërbimet sekrete më të fuqishme të botës. Nga e garanton ky krimbi këtë lloj arrogance? Dhe a është e vërtet, a mund të jetë e vërtet që ky ka për të tërhequr zvarrin narkotrafikant kolonel? Domethënë, ta thënë Trosha dhe nuk flas më që të elaborosh. A mund të themi që ky ka tejkaluar Pablo Escobarin? Pra, në qoftë se Pablo Escobar ka qenë kryetari i kartelit më të fuqishëm të botës vitet 70-80 me një generacion 68 milion dollarësh në ditë ka kapur në pikun e vet nga kokaina e shitur në tërë botën, prap edhe në Kolumbi shteti dhe ushtria ishin kundër karteleve, kurse këtu ky ka tejkaluar Escobarin, ky ka bërë shtetin kartel, gjithën. Unë mendoj që ky është një krahasim asimetrik, por në kushtet e Shqipërisë, të një vendi antar të NATO-s, në të cilin Edi Rama prej 14 vitesh pothuajse tani drejton këtë vend, ju e dini që në momentin e parë që filloi pra në 2013, brenda vitit 2014 bëri sikur pastroi Lazaratin dhe pastaj filloi në mënyrë të organizuar kanabizimin e Shqipërisë. Dhe unë në fund të vitit, në fillim të vitit 2017, në muajin e parë si ministër i brendshëm, jam i vetmi ministër i brendshëm që kam deklaruar një listë të përfshirjes së 126 drejtuesve më të lartë të policisë shtetit, të cilët ishin të përfshirë drejt për drejt në trafikun e drogës. Dhe këtu një pjesë e zëvendës drejtorëve të policisë, drejtorët e qarqeve në mënyrë të organizuar të 12, drejtorët, shefat e komisariateve të 61 komisariateve dhe pastaj të gjithë nivelet e dyta dhe të treta në qarqet e Shqipërisë. Pra, në rast se do ta krahasonim me Pablo Escobarin nuk ka qenë kryeministër, po ky është i vetmi kryeministër në detyrë i cili organizoi kanabizimin. Dhe në shtesë të kësaj, ajo që e bën të edhe më profesional në aspektin e keq, pra edhe më kriminal këtë regjim, është bashkëpunimi i Ministrisë Brendshme me Ministrinë e Mbrojtjes, ku ju kujtoj, ju sjell në vëmendje, ju kujtohen momentet kur ushuritë e Sajmir Tahirit deklaronin tek antimafia që
deklaronin para antimafjas që ne paguajmë nga 10-15.000 euro që Mimi Kodheli të urdhëroj mbylljen e radarëve. Pra ka qenë një trafik i organizuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe nga Ministria e Brendshme. Dhe në atë kohë unë i tërhiqa vëmendjen Sorës së rilindjes, pra Sorës, Mimi Kodhelit, e cila ka qenë drejt për drejt e përfshirë. Ju kujtohen edhe deklaratat e saj për të mbyllur aeroportet për shkak se Partia Demokratike në atë kohë dhe drejtuesi i saj gjatë gjithë periudhës denonconin aerodromet e forcave të armatosura, të cilat Mimi Kodheli kishte vënë në dispozicion të trafikut të drogës të drejtuar nga Sajmer Tahiri. Pra, në këtë këndvështrim, një vend ku shërbimi informativ, ku Ministria e Brendshme dhe Ministria e Mbrojtjes në bashkëpunim me njëra tjetrën mbështesnin trafikun e drogës, tashmë të gjitha këto që thash janë të vërtetuara në gjykatat europiane, në përgjimet dhe jo vetëm, të cilat tregojnë qartë përfshirjen e Edi Ramës në trafikun e drogës. Ky ka qenë një nga shqetësimet më të mëdha dhe pikërisht ka qenë muaji nëntor ose dhjetor i 2025-s, kur sekretari i shtetit Marco Rubio deklaroi në shtesë dhe të informacionet që dolën që përfaqësues të Sinaloas, siç janë trafikantët shqiptarë që jetojnë në Meksikë, ishin pritur drejt për drejti në zyrën e kryeministit Edi Ramës dhe nuk ka asnjë rastësi në këtë këndvështrim për shkak se pritja, bashkëpunimi, mbështetja, krijimi i faciliteteve dhe infrastrukturës kriminale për ta realizuar këtë trafik në nivel global. Pastaj nxjerrja e ligjeve për pastrimin e këtyre parave, ju e dini ligjet e investitorëve strategjik, një pjesë e madhe të cilëve kanë qenë përfitues të trafiqeve të drogës, pra nuk ka asgjë të rëndësishme dhe pikërisht ky është momenti kur kongresmeni Joe Wilson në bashkëpunim edhe me një pjesë të madhe të shqiptaro-amerikanëve që kanë vite që e kërkojnë këtë pjesë, madje mund të them që kemi edhe surpriza në të javëve, të 2 javëve të fundit, do ketë lëvizje të reja nga Kongresi Amerikan, për shkak se në të gjitha takimet që na është kërkuar vota për Partinë Republikane, kushtet tona kanë qenë në mashtruat në para 2 vjetëve, ju mbështetëm, tani ne duam action. Bëhet fjalë për lobin shqiptar, kolonel? Pra, për lobin shqiptar. Për lobin shqiptar në Amerikë, pra. Shqiptaro-amerikanët. Nuk bëhet fjalë për lobin shqiptar-amerikan, bëhet fjalë për ata shqiptar të përgjithshëm, të cilët e duan vendin, të cilëve ju dhimbset Shqipëria, për shkak se shpend e keni thënë edhe ju nga mjezin darkë, por unë kam 3-4 vite që e them, ky është momenti final. Në rast se Edi Rama nuk largohet brenda vitit 2026, Shqipëria rrezikon të shpërbohet, të kthehet në një shtet vasal të 2 vendeve, qoftë Serbisë, qoftë Greqisë, por dhe të interesave personale të vendeve antishqiptare, me të vetmin qëllim që Edi Rama të vazhdoj të mbjetoj në këtë ambient gjeopolitik kaq të rrezikshëm për të ardhmen e vendit tonë. A mund të themi, për shembull, njerëzit që na dëgjojnë tani, që unë i ftoj të bëjmë pyetje live për kolonelin dhe për mua, po më të shumti për kolonelin që të bëjmë pyetjet së bashku, dhe mos harroni të bëni like dhe share në faqen tonë, si dhe donacione juve diaspora. A mund t'ja u sqarojmë njerëzve që a mund të ketë një skenar Maduro ose jo me Edi Ramën, apo një skenar Thaçi të tipit ftohet në Amerikë dhe kthehet në gjysmë të rrugës, shko se do takosh në port tjetër, do dalësh në port tjetër? Pa diskutim që mund të ketë, për shkak se e kemi parë që gjatë gjithë këtyre muajve të fundit, edhe pse ka shpenzuar miliona dollar të parave të vjedhura nga shqiptarët, me përjashtim të bordit paqes që ishte një çështje, që ishte një aktivitet shumë i rëndësishëm gjeopolitik, në të cilën presidenti Trump duhej të paraqitej me disa lider edhe musliman të Europës dhe të NATO-s, siç është Shqipëria dhe Turqia,
por edhe në rastin e prezencës së presidentes Kosovës, Vjosa Osmani, por në asnjë rast nuk ka mundur që të organizojë një takim as me sekretarin, është refuzuar në mënyrën më të prerë. Dhe atë kemi parë edhe në samitin e Ankaras, kur përpiqej si dordolec të tërhiqte vëmendjen me atletët e bardha dhe injorimin e plot që i bëri presidenti Trump. Por në shtesë të kësaj që thatë ju, unë përsëri jam shumë besim plot që ajo që i ka bërë Edi Rama, Donald Trumpit, me mashtrimin dhe me përdorimin, me keq përdorimin e emrit të vajzës dhe dhëndrit ti, duke i mashtruar për ishullin e Sazanit dhe për këtë diskreditim i cila është bërë në mënyrë në bashkëpunim edhe me Sorosin, nuk ka diskutim që ai do paguajë një çmim shumë të lartë. Do të thënë, juve thoni që Rama e ka prerë biletën e çmimit. Thjesht tani po orvadet të paguajë sa më pak. Pa diskutim që po, por ajo që dhe me këtë rast tu merr një vlerë edhe më të shuar ky podcast në shtesë edhe të atyre mira, 10 mira protestuesve që janë atje. Ky është momenti për t'ju bërë thirrje shqiptarëve nëpërmjet këtij podcastit, por edhe nëpërmjet gjitha intervistave kudo ku më çdo në rast. Mos prisni që Edi Rama të largohet nga Amerika. Është pikërisht ky është momenti që të gjithë shqiptarët që duan vendin, të gjithë shqiptarët që ndjen të tradhtuar, të vjedhur, të mashtruar nga kjo nga kjo parti antikombëtare e rilindjes, dhe arsyeja që unë këtij thash Korbi dhe Sorrat është sepse ky, nuk e di nëse e njihni personalisht, po unë që e njoh personalitetin e tij, Jo, nuk e njoh, patmërsi. Ky e ka të merr kur ti e sulmon me të njëjtat fjalë, ju kujtohet kur ky thoshte që janë mbledh ca korba dhe ca sorra, dhe pikërisht për këtë arsye unë ja kam vënë emrin Korbi Zi dhe sorrat janë gjithë ajo mas e ndyrë qeverisë, enturazhi i tij ndyr antishqiptar, pervers, imoral, të cilët janë bashkuar një qelpsire që drejton në këtë formë antishqiptare që po shkatron një komb që i është dhënë shpend, i është dhënë deri më i madh që nuk i është dhënë asnjë shqiptari. Të drejtosh për 13-14 vite Shqipërinë, ky e keq përdori në mënyrën më të ndyrë të mundshme, për shkak se ky nuk ka as një gram ADN-je shqiptare, as nga nëna, as nga baba. Dhe është një fatkeqësi, shame on everybody që e ka mbështet, që e ka votuar këtë. Unë ndjem shumë krenar dhe ti ndjesh shumë krenar për shkak se ne jo vetëm që nuk e kemi votuar, por ne në të gjitha fushatat elektorale i kemi hequr disa qindra, unë disa mira vota vazhdimisht në mbështetje të opozitës, për shkak se e kam pasur aftësinë për te modestisë të kuptoj se të gjitha lëvizjet e këtij ishin lëvizje të cilat do të përfundonin në shpërbërjen e Shqipërisë. Dhe këtë në mënyrën më të pa imagjinueshme e deklaronte me krenari përpara 2 javë, unë po shes thot për ta zhvillu, ju ç'a do shisni. Dhe përmend flamurin kombëtar. Atë flamur që këto ndyrësira e përdorin vetëm, ju kujtohet kur e hidhte flamurin amerikan si Lec, ku ishte kryetar bashkiet, atë flamur për cilin unë, së bashku me ato djemë të shkëlqyer të forcave speciale dhe komando, forcat armatosura, por edhe mira luftar për gjatë këtyre dekadave të fundit, por edhe gjatë luftrave civile, luftës parë, dytë ballkanike, luftës parë botërore, dytë botërore, e kanë larë me gjak. Dhe një ndyrësirë si puna këtij, që shqiptarët patronazhist, raca më e ndyrë antishqiptare, që mbështet këtë antishqiptar, domethënë i dha mundësinë dhe ky e shpërdoroi në mënyrën më të papërgjegjshme. Shikoja. Që ky është manipulator sepse nuk duhet ta njohësh personalisht për të kuptuar tiparet e narcizoidit e ky. Ka mungesë empatie, merr një lloj kënaqësie të përbindshme duke poshtruar njerëzit, nuk merret kurrë me nivelin e tij, po merret gjithmonë me nivelin
poshtë ti, për t'i poshtruar, sepse aty ka autoritetin. Nga kërkesat e mia për ta njohur ndër kohë, ndër vite, i kam studiuar pak rinin, fëmijërinë e ka shumë të vagull, por rinin e ka bastarde, pra një njeri që nuk ka pasi shok, një njeri që e rrifnin gjithë, një njeri që nuk e donte njeri e afronte, afërmënsht të lind ideja që është psikopate dhe do ta kanalizoj gjithë atë urrëtitjen që ka krijuar, do ta kanalizoj që ta degeneroj të gjitha. Gjatë takimit në protest, ku kam njohur shumë persona, më thënë, kam krijuar misira kolonel të ndoshta të përjetshme, se jemi të gjithë bashkëluftar aty. Kam takuar gazetarë që jetojnë jashtë, po gazetarë me nam, këtu në Shqipëri, që në vitet 90, që e njihnin personalisht dhe më ka thënë vetëm një gjë. Ky kompleksohet kur ti i thua padrino. Kompleksohet, ata që e njohin nga afër. Po ti thua kumbari, kompleksohet. Dhe unë tani nga krimbi e kam kaluar direkt padrino, o kumbar, sepse literalisht kolonel, juve e njihni ministrinë e brendshme, ministrinë e jashtme, njihni shumë herë më mirë se sa unë, se keni punuar, keni qenë drejtues aty, po të betohet shpendi çdo lagje e Tiranës apo i Shqipërisë është si Çukuri. Ke parasysh Çukurin, atë telenovelën turke me dajat, çdo lagje e Tiranës ka një daj. Janë më të fortët. Edhe unë nuk e kam fare me ata, se ata bëjnë jetën e tyre, duhet kishte një shtet që t'i ruante balancat. Shteti është bashkëpunëtor me ta, kupton, kam bler shtetin. Tani, kush është ky padrino që i mbledh gjitha, që dajat dalin me fjalë të mëdha dhe dalin lirshëm fare, ekspozojnë pasurinë, ekspozojnë forcën e gjitha me radhë. Pra, nuk të duhet shumë tru për ta kuptuar që ky është narkotrafikant, është padrino. Nuk të duhet shumë fare. Pra, sot që neve flasim, janë dy njerëz non grata. Njëri ish luftari i UÇK-s, një tjetër gazetar në Maqedoninë e Veriut. Kushdo qofshin ata, A ka luftuar në UÇK, as ka luftuar në UÇK. A është shqiptar, a është pro-shqiptar, anti-shqiptar, e financon, është arab, është iranian, është musliman, nuk na duhet fare kjo. Midis deklaratës së përbindshme të ministres së jashtme të Vučićit, që thoshte se po ta kishte në dorë, do ta kishte vazhduar genocidin serb ndaj shqiptarëve të Dardanis dhe do të kishte shfarrosur të gjithëve. Dhe midis këtyre që sulmojnë në Ramën në mbrojtje të protestës, për të parën Rama bënte deklaratën, jo sa herë histerit që dalin nga Beogradi, ne duhet marrim non-grad, duhet ndërmarrim masat e non-gradës, dhe ndërkohë një shqiptar i joni, kushdo qoftë ai, mund të jetë edhe i futur. Një shqiptar i joni del kundër qeverisë, që është gjëja më normale, dhe del pro protestës, e shpallin non-grada.